Rikthimi i Eglit Akos në shtëpinë e Big Brother VIP 4 i ka trazuar ujërat mes Gjestit dhe Rozanës. Kjo e fundit ka qenë duke biseduar me Laertin dhe Valbonën. Nubi më tha bëjmë një lojë unë, ti, Laerti kapemi me njëri tjetrin dhe këta i lëm kështu. 45 vjeç unë kam ardhur të bëj lojën time dhe në një moment ju shkrep këtij të më bëj lodër të vetën. Në çfarë ëndër e pa? Kur ja thash më tha tradhtare, tha ajo. Më pas Rozana Radi dhe Ola kanë qenë duke biseduar për marrëdhënien e saj me Gjestin, pasi Egli Tako u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP 4. Më thot ai mua tradhtare, për çfarë të tradhtova unë ty se nuk bëra lojën tënde? Më çudit Egli. Ajo e Eglit nuk është çfarë ka parë jashtë për mua, sepse unë e mbaj mend çfarë bëj dhe çfarë them. Ajo e Eglit është thjesht xhelozi kundrejt pozicionit që unë kam patur dhe miqësisë që unë kam krijuar me Gjestin. Thjesht misi se kam përdorur as për loj as për gjë, tha ajo. Ai të tradhtoi ty, në atë moment ai të tradhtoi ty për Eglin. Tu kundërvu ty që ti bënte qefin Eglit. Ai duket që ja ka nevojën. Dhe i thash Eglit ktheje lojën në anën tënde, ktheje ti situatën që të vijë ai te ty, siç ke vajtur ti te ai. Dhe më duket se ashtu do bëhet. Dashuria e madhe e atij, i tha më pas Ola.